Sipas psikologëve, mungesa e pedagogut në shkolla lë pasojat e fëmijët. E pedagog ka gjithnjë më pak. UPJ-a është 2 vjet nuk ofron program të pedagogjisë në nivelin bachelor. Por psikologu Ron Gastrati ka theksuar se asnjë profesion tjetër nuk mund të zëvendësoj rolin e pedagogut në shkolla. Jo, asnjë rol tjetër nuk zëvendësohet. Ne ndoshta i zëvendësojmë sot, por secili rol ka në veçanti rolin specifik apo rolin funksional adekuat, profesional dhe kualifikimin që shkon në harmoni të plot me shërbimet që i ofron. Pedagogu pra ofron edukim e disiplinë, psikologu për kujdesin për shëndetin mendor dhe emocional të nxënësve. Zëvendësimet e tilla ndodhin shpesh, pasi në 1035 shkolla në vend janë angazhuar vetëm 107 pedagog dhe 192 psikolog nga gjysej 520 pozita të parashikuara nga Ministria e Arsimit. E psikologu Gastrati është shprehur se mungesa e pedagogut në shkolla shkakton pasoja të shumta. Nëse nuk ka një pedagog ose psikolog shkolla, asnjëri pa njëri nuk bën. As në anën tjetër as shkolla nuk mund të funksionojë dhe nuk mund ta ruaj drejtpeshimin e saj normal në funksionimin e shëndetshëm si institucion, jo vetëm në ofrimin e mësimdhënies, por edhe në ruajtjen e kësaj performance edhe në rritjen e kapaciteteve arsimore, sepse nuk mund të ofrosh arsim nëse nuk ofron mbështetje psikologjike. Nuk mund të ofrosh arsim të mirëfillt nëse nuk ofron edukim dhe disiplinë. Nuk mund të ofrosh shkollim nëse nuk vlerëson në detaje gjendjen socio-emocionale psikologjike të nxënësit.